Sulmuesi shqiptar Steven Shpendi po kalon një moment të artë në karrierën e tij me fanellën e Empolit në Serie B. 22 vjeçari ka gjetur mbrëmjen e djeshme golin numër 10 në kampionat, teksa është i katërt i shënuar në harkun kohor të 17 ditëve, duke u shndruar në një bomber të vërtet. Steveni tundi rjetën në minutën e 46 në duelin ndaj Barit në transfert, edhe pse skuadra e tij ishte me 10 lojtarë prej minutës së 23, kjo nuk e penalizoi as pak Shpendin që të shënonte. Kjo ishte ndeshja 26 në kampionat për Steven Shpendin, i cili veç 10 golave ka arritur të dhurojë edhe një asist, duke u bërë një nga lojtarët më të rëndësishëm për Empoli në këtë sezon.